gjithmonë ekziston që kjo koncepti I viktimës dikujt në fushat, edhe dikujt që është I hekur të I fuqishëm. Zakonisht e na popullata renditet të ana e viktimës ose të I fuqishmit edhe fillon një farë debati kryesisht virtual, po I cili ekspozohet edhe del. Po mënyra e komunikimit, me thonë kështu shumë origjinal, I zotit Ladroci, ka bo që njerëz edhe me qenë më të afërt, edhe më të besueshëm, sepse ju e dini, sidomos në media, në çdo çfarë do provoje me parti politike në perëndim edhe të ne herës të fundit, kur del një inqizim I cili të inkriminon potencialisht në afera korruptive, të automatikisht është fatal për ty, po jo në këtë rast e pam që nuk ka ndikim. Pra, nësot që menojmë që në vendin tonë, qoftë edhe media dhe rrjetet sociale ka ndikim, të na prap është një masë kritike njerëzve të cilët lexojnë komentet, të na komentet janë opinion, marrin këshyn kush çka po thotë tek po thotë edhe pak a shumë e formsojnë atë idenë. Keni mujt me vrejt qysh edhe ndikimi I shoqërisë civile në këto 18 muajt e fundit ka plotësisht për shkak se në një periudhë caktuar kohore disa udhëheqës të shoqërisë civile I njekëshin lajkat, komentet edhe views, sepse kishin një farë nevoje me plotësu egon e vet, jo atë kauzën edhe atë nevojën shoqërore që kishim, edhe shpesh u tradhtuan u futën politik, qoftë prej shoqërisë civile, qoftë prej medias, edhe njerëz e hupën çfarë besimin. Tash kur po del që kjo përmbajtje komplet në sipërfaqe, për një kohë shumë të shkurt, njerëz tani po e masin edhe po vlerësojnë. Mbështetja online nuk do të thonë që të përkthehet mbështetja. Jo domosdoshmërisht, na I kemi pas në garën kur ka qenë zotëri Paculli në garë, ai ka pas dikon 500 diçka mijë followers, ndërsa në vota I ka pas 46.000 likes. Në anë tjetër faqja e kryeministit aktual Zoti Kurti e ka pas 100.000 lajka, ndërsa ai me vota u konë të 200 diçka mijë. Kështu që jo domosdoshmërisht këto përkthehen siç tha profesori në vota. Shumë shpesh nuk e kuptojnë qëllimin pse duhesh me qenë ti online edhe çka duhesh me komuniku. E pam gjatë këtyre zgjedhjeve edhe kronikave t'juaja që shumë pak kandidat patën pranë program të definuar që ti më jep asamblejistëve që në garë me e amplifikuat mesazhin se çfarë ke planifikuar ti me bëu për këtë vend. Kryesisht përmbajtja ka qenë sot ishim, u takuam, morëm feedback nga qytetarët që është e kundërta me strategjinë e cila është kryesisht në komunikim. Dhe kjo pastaj sjell këtë situatën ku njerëzve mundesh mi premtu çka do kuft, edhe nuk le përshtypje. Dhe është kjo arsyeja pse I kanë shmang në masë madhe përballjet në debate në televizion, duke shfryzuar këtë pjesën online, siç thatë frekuenca është shumë e madhe online, brenda një dite përmendën një shifër sa njerëz frekuentojnë online-in. Është kjo mënyra më e lehtë që të komunikojnë aty me votuesin e vet, mundësia për të fshirë komentet që nuk ju pëlqejnë dhe kaq. Duke shmangur debatet klasike siç kanë qenë më herët në televizion ballafaqimin me njëri tjetrin, me garën me programe. Po, në këto zgjedhje na e pam që ndryshimin e madh që ndodhi, me gjenerat e reja, mendësinë e re politike që është ardhur, duke nisë prej dy zonjave të nderuara Besa Shahini dhe Natyra Kuqi, të cilat e shfrytëzuan platformën, të cilët këtë në mënyrë të barabartë e kanë në dispozicion, po ngretën problematika çështje të komuniteteve të veta, qytetarëve në komunat e veta, edhe i amplifikuan ato problematika edhe rezultuan në vota ku për me këshu matematikisht me kohën kur e kanë shpa kandidaturën edhe sa kanë pas afat me bëu fushat, unë besoj që është sukses tepër I mirë. Edhe këtu ka qenë një tregues I rrejshëm, le të themi, në rastin e Natyra Kuqit. Online ka pasur mbështetje të jashtëzakonshëm. Në votë nuk është përkthyer, natyrisht sepse votë kanë votuar vetëm ata të komunës ku ajo ka garuar. Pra dhe këtu është krijuar një perceptim I rënd mbase për tash janë nxjerrë mënyrën kur kandidon për deputete. Për shkak se ideja është që shpjegojmë na, është në atë top of the mind candidate që të bjen me pra. Kush të bjen me në ty, në cilën do parti, që të është na qytetarë që më na dëgjojnë, me thonë, kush është ekonomisti që ju bjen në mend në partim vetëvendosje, ose kush është ekonomistja në PDK që ju bjen në mend
tash që po folim na. Ose në LDK, që ka një ekonomiste shumë Po, aktive. në LDK. E tash qëto janë, qëto emrat cilat ti duhesh me ndërtu. Fushatën që se ki shiku në nivel pjesë asambleis deri te këtu, bile edhe kandidat për kryetar fatkeqësisht, disa edhe kandidat për Prishtinë, e fillonin fushatën duke kallëzu kush janë, si janë martu, kënë e kanë fëmijë, se në shkollë shku, që është e kundërta me ato rregullat cilat janë të përballjes të shkurt. A e konsultojnë këta njerëz dikë, qoftë sociolog, qoftë ekspert rrjeteve sociale, a e konsultojnë dikë si duhet ta ndërtojnë gjuhën gjatë fushatës, që duhet ta kenë target? Çka ndodh tek ne, fatkeqësisht marrin konsulent huaj, të cilët kanë provuar me fushata dhe me vende të cilat kanë shumë përdorim më të vogël të rrjeteve sociale. Që nuk e njohin kontekstin. Kontekstin tona është 80% e popullatës është në rrjete sociale. Pra, jemi të folë për një trampolin e cila don gjonin e bën trend TikTok këtë botën. Pra, na kena këtë fuqi. Kështu që ti duhesh me kuptu qit naracion se çka ka efekt tek audienca jote dhe për çka diskutohet. E kur jemi këtu, a është se